Partia Socialiste është forca më e madhe politike në vend. Është forca që qeveris Shqipërinë. Forca që mban stabilitetin dhe forca që ka marrë sërish besimin e shumicës shqiptarëve nën lidershipin e kryeministrit dhe kryetarit tonë Edi Rama. Por pikërisht sepse kemi këtë e përsi, ne duhet të jemi dhe më disiplinuar, dhe më të organizuar dhe më pranë njerëzve. Nuk na mjafton të fitojmë. Duhet fitojmë më thellë. Nuk na mjafton të qeverisim. Duhet qeverisim më mirë. Nuk na mjafton të jemi më të fortë se opozita. Duhemi të jemi më mirë për qytetarët. Dhe përgjegjësia jone është vetëm një. Më shumë disiplinë, më shumë organizim, më shumë vendosmëri për të qenë gjithmonë përpara. Sepse në drejtimin e Edi Ramës ne kemi misionin historik, atë të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ju falenderoj.